Pamje mahnitse nga droni fshati në Poloni bëhet hit në internet. Pamjet e një fshati në Poloni kanë pushtuar internetin në gjithë botën. Bëhet fjala për fshatin Sulovzova, banorët e cilit jetojnë në një rrugë të vetme. Sulovzova është 29 kilometra në veriperëndim të Krakovit. Rruga e vetme në këtë fshat është e gjatë rreth 9 kilometra dhe në të dy anët është e mbushur me shtëpi. Fotografitë dhe videot e shkrepura nga qielli janë bërë virale duke marrë vëmendje në të gjithëve. Një nga këto foto daton që nga 2019 aty shihet rruga e gjatë në mes të gjitha shtëpive përgjatë saj. Fshati është i lidhur dhe me disa atraksione me nam në Poloni.